A keni përgatitur ndonjëherë uthull molle? Nëse jo dhe keni moll me shumicë, këtë recetë duhet ta provoni me patjetër. Unë e përgatis vetë çdo vit dhe vlerat shëndetësore që ka uthulla e mollës e bërë vetë nuk kanë të krahasuar me atë që blihet në dyqan. Këtë uthull në fakt e kemi bërë me moll të egra. Kemi mbledhur moll të egra në natyrë, të gjitha llojet siç e shikoni, dhe fillimisht do t'i lajmë. Pasi i kemi larë, i presim në pjesë të vogla dhe mundohemi që të heqim pjesën e farës, por edhe nëse nuk e hiqni dot, sidomos tek mollët e vogla, nuk ka problem. Pasi t'i kemi prerë, do t'i hedhim në një grilse të tillë dhe do t'i coptojmë. Mollët mund i vendosni në vazo edhe të prera siç janë, por nëse grihen ndihmon më shumë për procesin e fermentimit. Më pas do t'i hedhim në vazo qelçi të pastra, të sterilizuara dhe në çdo vazo do shtojmë sheqer. Unë kam përdorur sheqer kokonati që është organik. Nëse nuk keni sheqer kokonati, mund të përdorni çfarë sheqeri të doni. 2 lugë gjelle në çdo vazo mjafton. Aty do hedhim ujë të filtruar dhe do t'i lëmë që të kryhet procesi i fermentimit të mbuluara gjithmonë me një robë. Duhet keni parasysh që vazot nuk mbushen plot, por lihet një hapësirë për procesin e fermentimit dhe brenda 2-3 jave, këto vazo do të razohen ditë për ditë. Dhe kur procesi i fermentimit të ketë mbaruar, i lëmë të mbuluara në një ambient të freskët për 3 ose 5 muaj. Sa më shumë të qëndrojnë në vazo, aq më shumë maturohet uthulla dhe me kalimin e kohës krijon këtë cipën e trash sipër që quhet skobi. Skobi i uthullës së mollës, sidomos nga molla e egër, është shumë i shëndetshëm dhe ju mund ta përdorni për të bërë një pije me probiotik shumë të dobishëm për aparatin tretës që quhet kambucha, kështu që këtë skobi do ta ruajmë. Dhe do fillojmë me kullimin e uthullës. Fillimisht do marrim një enë të pastër qelçi dhe një kullojse dhe fillojmë e kullojmë lëngun e përftuar gjatë këtyre muajve. Ky lëng jo vetëm që është 100% bio dhe organik, por ka shumë vlera shëndetësore. Prandaj, nëse keni mollë organike, duhet me patjetër që uthullën e mollës ta përgatisni vetë. Kjo uthull jo vetëm që do përdoret në gatime, por ju mund ta pini atë edhe esull në një gotë ujë të ngrohtë dhe do t'ju japi probiotik të dobishëm për aparatin tretës. Pas kullimit, duhet ta ruajmë në shishe qelçi. Shishet duhet jenë të pastra, të sterilizuara me qëllim që të eliminojmë ndonjë myk të mundshëm. Pas kullimit të mollëve, duhet të bëni kujdes dhe tulin mos ta hidhni poshtë me njëherë, sepse ai tul në fakt mban akoma edhe shumë lëng brenda. Duke e shtrydhur dhe kulluar, pak nga pak, ju mund të bëni edhe një shishe tjetër me uthull. Kështu që bëni kujdes kur ta kulloni uthullën e mollës dhe ruajeni derisa ta kullojë të gjithë lëngun e saj, sepse ka për t'ju surprizuar se sa shumë lëng do nxjerrë. Dhe kur ta keni marrë të gjithë lëngun, atëherë këto shishe do t'i mbyllim dhe do t'i ruajmë në një ambient të freskët dhe të errët. Ju përshëndes.